Jeni me emisionin e mëngjesit në këtë mëngjes të ftoft të mesit të dhjetorit. Në vërtet jemi mund mes të dhjetorit, që kusë të dashën, pasi që dhjetori ka 31 ditë, kështu që 16 i bjen, mesdita e 16 i bjen pash mesi i muajit. Një muaj i ftoft, po këtu na e ngrohtë as studion, një person që si kemi pas ka herë në studio, sot ka orë si zavënësim i njerëzës. Kemi Justina Leon, vërtet me cilën lidhemi shumë shpesh në lidhje direkte, sa është në Finland, po tashmë është në Kosovë gjatë këtij muaji, po më duket Justina ke ardhur me votu. Po, zakonisht ne faleminderit mas pari për mundësinë edhe erzën s'më ne zavënësan kërkosh, erza është erza. Këtu, në realitet, ne gjithmonë kemi ardhur në Kosovë, 2 herë në vit. I kemi pru fëmijët gjithmonë për me mësue gjuhën e kulturën, me marrë gjëra tjera. Po, kësaj herë është e vërtet që pjesëmarrja në zgjedhje është diçka jetike e tepër e rëndësishme për neve personalisht, edhe votimi është diçka që nuk duhet lëshohet edhe pikërisht për atë ke marrë. Është shumë e rëndësishme pra me u votu. Po, Justeti, kjo ardhe me punë profesionale, dhe më thonë se je psikolog, atje psikoterapeut në Finland, po tash prakse një ty dashtë me zhenu edhe në Kosovë, apo jo? Po, unë jam mjek atje dhe në psikiatri kam punuar që 15 vite, psikoterapeut i sjelljes kognitive dhe natyrisht që unë kam kërkesa për seanca këtu në Kosovë, po deri më tani nuk i kam pas, domethënë vendin adekuat edhe mundësi kështu edhe, po që tash e kam bërë një lloj mini ordinance aty në Prishtinë edhe po mund mendoj me bërë një lloj mini klinike finlandeze të shëndetit mendor. A ka me pas sauna aty? Ja, nuk ka me pas. Se finlandes të njoftën që kësdashtën për sauna, se duket ma shumë ka sauna se banora, që shtu diçka ka shumë, çdo shtëpi ka një sauna. Po është diqysh nuk bëdi sikur çaji për neve shqiptarëve që është, për ata është çashtu është për shembull sauna. Talem kështu si çaji për llap edhe për vushtri, çashtu sauna për finlandes. Për finlandes, po jo, ato kam menduar me sjell diçka në mënyrë pak si ma të re, ma të thellë të analizës çështjeve shëndetit mendor. E kam bën një pyetësor, një program që i ka gjithë pyetësorët, duke filluar prej shëndet mendor të fëmijëve deri te të moshurit, për ADHD, për autizëm, për çdo aspekt janë 40 pyetësor, cilët pastaj pacientat mu i bojnë, domethënë testet e veta, pastaj me dërgojnë mu kodet, edhe një metodë tjetër trajtimit, po mendoj me fillu është një si lloj metode, i thojmë transkraniale magnetike, për me aktivizue korën e trurit, pikërisht ato rajonet e trurit ku duhet, ku ka ma shumë të nevojë për të menduar racional edhe ku zakonisht gjatë ankthit, depresionit edhe problemeve tjera bin pak si në gjumë, domethënë i jesin pak si jashtë. Të më thënë gjatë ankthit, depresionit edhe këto zgjohen ma shumë këto pjesët ma primitive të trunit, si amigdala dhe gjitha këto, tani pikërisht që shtiret kjo pjesa korteksi prefrontal, flen pak ma shumë. Flen, atë pasajt mendorit racional mungon, ose është nivel shumë tullt, e pa mendorit emocional, që nuk është i mendori meshëm, dominon në ato raste edhe natyrisht ajo e aktivizon pastaj psikoterapia, biseda me pacienta, pastaj edhe medikamentet në raste që unë e vrej për shembull, ose mjeku e vren që ka pas një progres, një smundje të caktuar deri në mos që ka arrit një mënyrë me i pasivizu këto rajonet, po e mira e kësaj është që sistemi nervor është i rikuperueshëm, është i rikthyer, ka plasticitet edhe shpresat asnjëherë nuk duhet me i humb, po na që si shqiptarë që jemi duhet me pas një qysh vullnet për me bon një farloj kontinuiteti në trajtim, që mos me ndërprej trajtimet me një seancë, ose si të bën pak mirë. Po, si të njësh ma mirë, thushu krys, për shkaj më të doktori. Po, edhe mos me nërru shumë doktorat, edhe ajo shumë e rëndësishme.
Kur përmendet, veç ta shpjegojmë edhe fjallin se shpesh dëgjojmë fjallin plasticitet duke u përdor, është e ngjashme me fjallin elasticitet, në vërtet e ngjashme në kuptimin e kategorisë, po është e kundërta me elasticitet, se diçka elastike është edhe kur të ngrej ajo prap kthehet në vendin ku ka qenë, kur thuhet që ka plasticitet i bën që ndryshon. Mund të ndryshojë truri, tonkon mundet me ndryshu me sjellje. Pikërisht mundet me ndryshu. Edhe fizikisht. Po, natyrisht edhe sa më shumë që të punohet me trurin, për shembull, se ka raste që mendojnë që psikoterapia nuk është kur gjë. Ose po realiteti është që psikoterapia ka ndikimet sikur medikamentet. Për arsye se pikërisht i bën ato aktivizimet e pjesëve rrugëve të caktuara të sistemit nervor, të cilat pastaj e ngrisin atë vetdijen e njeriut për ato çka ndodh dhe për sjelljen e vet, për veprimet e veta. Unë e përmenda më herët, masi ka ardhur këtu edhe për zgjedhje, e përmenda më herët që filozofët antik grek e kanë përmend që demokracia është shumë sistem i mirë, po i ka rreziqet nëse një votues është i pa informuar, edhe një votues i pa informuar ose i keq informuar me një votues të informuar mirë, i kanë votat e barabarta. Në këtë rast, do të thonë nëse bëhet një shumicë e madhe njerëzve që janë të informuar, dezinformuar, atëherë munden me e sjell dëme mundet me sjell dëme të shtetit, se munden me zgjedh dikon që nuk është i dobishëm për vendin edhe për qytetarët. Tashmë, çka i kishit propozu ju shikuesve tanë, si votues, qysh me nda emocionin për racionales, se ka njerë për mduket që na pëlqen dikush edhe të një zgjedhim kanë me përkrah sipas emocionit, e jo sipas asaj çka e thot, ose sipas veprimeve që i ka bo, ose është një lloj klanizmi, një lloj, si më thonë, gjendje fisnore, të mendum fisnor, që unë jam me qëta, si në ekip të futbollit edhe kur nuk bona me ata tjerë, pa në pasysh që ka ndodh, çfarë veprime i kanë. Pikërisht tash kjo çështja është aspekti psikologjik, cilën pikërisht unë e njoh shumë mirë, edhe nëse këto e krahasojmë për shembull me një ta marrim shembull një antar ose një votues i një partie të caktuar që ka votuar gjithmonë dhe voton pa kusht. Dhe në momentin që voton pa kusht, atëherë e krahasova këto bile bashkë pron me po ta një bisedë, që votimi pa kusht është sikur një prind që është në realitet në raport me fëmin e vetë, i cili prind nuk i qetë kur farë kushtesh fëmis vetë, pa morë parasysh prej sjelljes që e bën. është dashni pa kushte. Pikërisht, du me thonë, tash në ato raste, zakonisht mia nuk ka nevojë me u zhvillue, me u bo ma mirë, për kontrazi, shkan të bo ma keq. Edhe në aspektin e partive politike, unë besoj që pikërisht menduarit racional duhet me përdor, për arsye se partit politike mas shumë të pësojnë dome nga njerëzit cilët nuk e përdorin të menduarit racional, po e përdorin të menduarit emocional. Shteti ma shumë pëson dome, se ka disa parti që përfitojnë prej personave që nuk mendojnë racionalisht, se pa në pasysh ka ndodh me udhëhecit e partive, a kanë qenë korruptum, a kanë vjedh, a kanë bërë ndaj dëm të madh, a s'kan ditë me menaxhu, ata prapë i votojnë ata. Po pikërisht, natyrisht që shteti edhe popullata për ata arsye duhet me i dirigjue partitë politike në mënyrë që ato të shërbejnë për popullin, kur thash partitë politike humbin më shumë të pata në këtë aspektin në krahasim me partitë tjera, për shembull, nëse keni një farë lloj preferencë për një parti, atëherë ti asoj partie duhet të ndihmosh me qëndrue e fortë, por ti nuk mund me ndihmue duke i dhënë votën nëse ajo vepron gabim. Për arsye se ta marrim shembull partitë ndryshme i kanë pas 50 e diçka %, pastaj janë rënë në 19, 15, 10, do me thonë që në qëtë aspekt e fola atë çështjen, pra ne duhet të jemi edhe në psikologji, kur bisedoj me pacienta shumë, unë ju them, asnjëherë mos merrni vendime pa u bazuar në fakte. Me unë analizojeni çka ka bo, qysh me unë me mendimi që të vjen për çështje të caktuar, për shembull të familjes,
e analizon mirë, pastaj e analizon bazë fakteve dhe vjen deri te konkluzioni. Vishtash fakte po ka gjithandej, edhe po ka stën ngarkim të informatave. Ma herët kemi pas, edhe sot e patëm këtë temë, kështu që krejtë municioni po na lidhet në një farë qarku interesant, që kemi shumë informata, edhe ka njerë shumë e vështirë me zgjedhë se cilat janë të vërteta, se kemi shumë burime të informacioneve, po mundën me qenë dy të vërteta në vërtet që janë të kundërta me njëra tjetrën, po janë vërteta të pjesshme, edhe na zgjedhim cilat fakte mi zgjedh që na pëlqen, apo s'na pëlqen, prap na përcjell emocioni. Në anën tjetër kemi polarizim shumë të madh dhe debate, sa më shumë që kemi kundërshtarë që e shohin, për shembull, partinë që na i kemi përkrah, na bëhemi edhe më shumë me çat parti dhe më pak i shohim fakte të kundër tyre. Çfarë ndikimi ka kjo krejt në psikikën tonë, ku njerëzit kanë njerë dhe pelojnë krejt politikën, ose s'dalin me votu se po ndihen si të humbën, edhe s'pi pëlqen asnjëra parti. Natyrisht që një lloj, për shembull, diskutime që nëpër studje ndryshme që janë jo racionale, atëherë ato shpërndojnë një racionalitet tek popullata, i nxisin emocionet, edhe nxisin një ndjenjë të mosdurimit edhe një ndjenjë që diferencimit total nga politika ose nga vendimorja, gjë që është për mendimin tim e gabueshme. Më mendoj që njerëzit sa më pak duhet me marrë pjesë ose me i përcjell mediat cilat nuk ofrojnë kualitet. Për mendimin tim kualitet, unë i përcjell në Finland debatet që janë, domethënë po debatet duhet t'i bojnë profesionalistët. Edhe kjo po na mungon neve në Kosovë, domethënë nuk bëhen debatet me njerëzit domethënë që janë të partive të caktuara, natyrisht që pas çdo përfaqësues i partisë e mbron partinë e vet në mënyra të ndryshme. Tani nëse profesionalisti është, atëherë profesionalisti din ta kritikon edhe ato që e voton. Unë për shembull, unë e kritikoj edhe partinë që e votoj. Unë e votoj për shembull jo për realitetet, vetvendosin e votoj, po edhe e kritikoj shumë shpesh për veprimet që ata për shembull i morrin edhe di që nuk janë bash racionale. Po, tash edhe unë menoj që është e mira edhe duhet më mburë, për shembull, kur i ndrojmë votën, ko pas kohë, se na dëshpëron një parti, dalim të një tjetër e provojmë. Unë për shembull, unë e mburna me çato që sigurisht në gjatë jetës time i kam votu dikun ja 6 parti të ndryshme. Domethënë prej 2001 kemi pas zgjedhjet e para dhe para pavarësisë, një 6 parti ose 7 parti të ndryshme ndoshta i kam votu gjatë jetës time prej që votoj. Po, çfarë dallimi ka, çfarë shembulli mundet me na jap Finlanda për sjelljen e njerëzve nëpër debate. Për shembull, a ndodh atje për shembull nëpër debate politike mu çujt dikush direkt shtu, mi thonë, rants, hajn, ose me çujt shpijon, ose a ka kësi lloj diskursi publik, a ma shumë bëhen qëndrojnë në për fakte edhe në për flasin për zhvillimet të ndryshme provojnë në mënyrë objektive. Pikërisht në mënyrë objektive flasin për zhvillimet ndryshme, nga këndvështrimet të ndryshme, por secili që e ofron një këndvështrim, e ka këndvështrim të argumentuar. Unë për personalisht nuk kum vrejt, nuk kum dëgju asnjëherë fyrje tilla, për shembull, jo spione, jo gjëra tjera që përdoren shumë këtu në Kosovë fatkeqësisht, as grindje të mëdha, domethënë është një diskutim i argumentuar ku secili e pret rrodhën e vet me biseduar, ka kohën e vet. Unë i përvrej media ka herë thonë për maj, domethënë që është që e organizon bisedën, tani moderatori, thot po ky dialog është edhe pse ai ndërhyn, domethënë po diskutojmë, po nuk është diskutim nëse unë flas ti flet, ai flet në një mënyrë të tërkohën, nuk i as argumentim edhe bëhet një lloj konfuzioni. E ka dallime shumë të mëdha. Finlanda me Kosovën ka dallime shumë të mëdha dhe me të vërtetë mua u merr molli me i ndëgjuar në emisionet të Kosovës ndaj njeri që me të vërtetë din çka flet edhe flet tamam si një intelektual i ngritur që ta mush zemrën me një farë mënyrë me
me argumente, me njohuri të reja. Edhe që ajo pikrisht neve na mungon, të me unë pjesën akademike të vërtet, e kemi jashtë sistemit televizioneve, në shumicën e tyre, edhe është gjënaha, me thonë, me gjuhën e popullit. Po, gjënaha në vërtet se kjo po ndikon shumë në një lloj toksiciteti, edhe në jetën tona mundet në ndiku, do më thonë se një debat i ashpër, një fyrje mes njerëzve, edhe kur i ekspozomi të nkonë, që atyre edhe jënë bo dhe eksperimentet të ndryshme, kur i ekspozomi të nkonë lajmeve negative, edhe na ju qasimi njerëzve mënyrë ma negative dhe komentet i kemi ma negative. Po natyrisht se ato rëzgjojnë emocione. Për arsye se ti e shef në mënyrë shumë të ndryshme edhe një debat i ashpër, ne i kemi ato qelizat pasqyrë që i kemi në sistemin nervor. Edhe ato automatikisht aktivizohen. Një konfrontim i gjerë në televizion, natyrisht që nëzit qelizat pasqyrë të konfrontimit edhe tek individi atje. Qelizat pasqyrëve shte o spjegojnë janë ato qelizat që imitojnë veprimet e dikuj tjetër. Për shembull, kur e shihni dikon që është ul çështu ose jo është çështu, gjasat janë që edhe jo me bot njëjtin veprim, domethënë me imitu çata pasqyrë, domethënë çka bën para pasqyrës, bën edhe personi në anën tjetër. Pikërisht, faleminderit që e sqarove. Po për shikus nëse nuk e shumë mirë. Do më thonë, kjo ndikon në disponimin tonë, mënyrën që qasimi edhe njerit në rrugë, edhe një shitësi në shitore, edhe një personi me cilin flasim, ose që na kundërshton. Gjithçka ndikon, unë besoj që çështja shteti i Kosovës në të ardhmen, besoj që duhet me mendua shumë edhe për financimin e mediave, që jo me qenë vetëm, për shembull, vetëm një medje që është shtetërore, po edhe media tjera me pas për mendimin tim një lloj financimi nga shteti, në mënyrë që mediat mos me pas nevojë me një farë mënyre me kërku financimin, dika tjetër ka mundën me qenë pastaj edhe dirigjume. Mos më komercializu dhe në atë masë që më shërby një interesit të Pikrisht, dhe me onë edhe kjo është ndoshta një gabim që qeveria e Kosovës në mandatën e kurtit ndoshta e përmendimin të me kam bo, një farë mënyre ndoshta kanë mendua që është gabim me ju ndo të ordënëra. Aty mundet me qenë edhe një problem, po tash veç që dollëm pe i kohës, kërkoj falje jusne, që më dasht me të nërprej, po ora 9:01 minut, të pëthëm veç kalum, po mundemi me vazhdu se tash veç të informoj shikues të dashur se kjo është një prej paraqitjeve të fundit që e ka zoti Aliu te na, edhe javën e ardhshme do të jesh këtu të martën, pastaj ta shohim edhe për emisionin e vitit të ri me 31 që e gjirojmë ma herët na sigurisht, po ndoshta edhe me ato mundemi me përmbyll me disa këshilla prej psikologët ose me bëni një intervistë të veçantë për emisionin e pritjes së vitit të ri, pasi që edhe emisioni mëngjesit herët mbyllet këtë muaj, edhe nga muaji janar, fillojmë mëngjesin në një formë të tjetër, pra nuk do të jemi më unë edhe Erza në emision të mëngjesit. Na e falenderojmë, mas pari juve ju falenderojmë që ishe me neve në studio, edhe s'kemi po ka herë. Po tashmë jusnin mundin me kontaktu dhe direkt në Kosovë, pasi që do të hapë së shpejti një klinik, mini klinik këtu në Kosovë për shëndetin mendor, për higjienën mendore, ti themi ashtu. Na e falenderojmë edhe Telkosin për përkrajën që na jep në emisionin e mëngjesit. Mos harroni se Telkosi e ka një ofertë legjendare për pakon olimpik me 108 euro zbritje në vit. Pra, për internet 300 megabit në sekond, edhe krejt kanalit pra që i ka në dispozicion Telkosi, krejt ndeshjet, krejt ligat e tjerë. Na shihemi nesër në ora 7 mëngjesit me 17 dhjetor. Të falet me.